Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi në këtë orë të parë të mëngjesit për të komentuar dhe për të analizuar pak një ngjarje që në fakt e ka shqetësuar shumë publikun. Që pari isha live në TikTok edhe shoh dhe në Instagram mesazhe pafund, Tiranë çfarë po ndodh. Casey, motra e Mateos po feston ditëlindjen, Brikena nuk është pjesë e këtij manifestimi, nuk është pjesë e kësaj feste. Tani, a e ka ftuar Casey apo nuk e ka ftuar? Çfarë po ndodh me çiftin Mateo dhe Brikena? Okej, le ta analizojmë pak më shtruar, do të thënë le ta analizojmë pak në mënyrë më të detajuar. Brikena dhe Mateo, marrëdhënia e tyre dhe ditëlindja e Caseyt, motrës së Mateos. Tani, Brikena nuk ka qenë prezente. Deri këtu jemi okay. Brikena nuk ka qenë në ditëlindje, Brikena nuk e uroi publikisht Caseyn. Do të thënë, deri këtu kanë qenë tema që në fakt janë diskutuar më së shumti këto ditë. Lëvizjet e Brikenës kanë rënë shumë në sy. Pyetja ime është kjo. Pse ndonjëherë nuk ulemi ta mendojmë, do të thënë para se të nxjerrim të keqen, që gjithmonë do të thënë të mundohemi të gjykojmë, gjithmonë të mundohemi që t'ju gjejmë pika të dobta personazheve publike, pse ne nuk ulemi një herë ta mendojmë që kjo ka qenë një ditëlindje me shumë të ftuar. Ktu ka patur të ftuar familjar të Caseyt, që mund të jenë teze, halla, çuna daje, çuna halle, çuna teze. Ka patur shoqëri të Caseyt, ka patur miq të Caseyt, ka patur njerëz të afërt të Caseyt. Tani ta marrim në jetën private. Dhe pyetja që unë do t'u bëj ju është kjo. Ju e merrni të dashurën tuaj në një ambient familjar derisa ju nuk keni ndarë asnjë gjë familjarisht, derisa familjet e juaja nuk janë takuar, derisa familjet e juaja nuk kanë pirë kafe, derisa familjet e juaja nuk kanë rënë dakord, që do me thënë kjo gjëja të bëhet me të hyrë e me të dalë. E merrni ju në një ambient familjar, në një ambient shoqëror me njerëz më të largët të dashurën tuaj që e keni thjesht të dashur? Me patjetër që nuk e merrni, sepse do me thënë vetë logjika juaj thotë që nuk mund ta merrni sepse nuk është bërë asnjë gjë zyrtare. Dhe tek marrëdhënia e Mateos dhe Brikenës, do me thënë është një marrëdhënie që po kalojnë në dashurinë e tyre, por nuk është bërë asnjë gjë zyrtare që të dy palët, do me thënë të hyjnë e të dalin tek njëri tjetri. Dhe në këtë rast, në një ambient kaq të madh, në një ambient me shumë njerëz, në një ambient me shumë miq, të cilët kanë qenë prezent në këtë festë të Caseyt, mua më duket shumë okay që Brikena të mos të jetë dhe Brikena të mos të merr pjesë në këtë manifestim, sepse do me thënë Brikena mund të takohet me Caseyn, mund të takohet me nënën e Mateos, por nuk mund të takohet me gjithë fisin, derisa nuk kanë bërë asnjë gjë zyrtare, do me thënë derisa nuk e kanë zyrtarizuar si gjë. Brikena e sqaroi shumë bukur, do me thënë ajo tha që unë pres nënën dhe babin të vinë nga Italia. Në momentin që ato do të kthehen nga Italia, ne do të ulemi, do të bisedojmë, do me thënë do ta bëjmë këtë gjën familjarisht, nuk do të bëjmë një dasëm, sepse deri diku duam që ta shijojmë dashurinë dhe emocionet tona me Mateon, dhe më pas do me thënë gjërat t'i lëm të rjedhim, gjërat t'ja lëm momentin, dhe është më se normale, unë e quaj më se okay, që Brikena sonte të mos të jetë në këtë festë, derisa Mateo dhe Brikena nuk kanë ngrënë asnjë llokum së bashku. Tani ato të dy mund të takohen, ato janë në një lidhje dashurie, ato të dy mund të dalin bashkë, mund të argëtohen, mund të kënaqen, por mendoj që akoma nuk është momenti që Brikena të qëndrojë dhe të takon familjen më të largët të Mateos, miqtë më të largët të Mateos dhe të Caseyt, derisa prindërit e Brikenës nuk e kanë takuar Mateon. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, domethënë Brikena është shumë tradicionale dhe Brikena në qoftë se nuk i bën këto etapat që domethënë të vinë një herë prindërit, të takojnë prindërit, të ndajnë momente prindërit me njëri tjetrin,
të njihen familjet me njëra tjetrën, ta zyrtarizojnë fejesën e tyre, nuk ma merr mendja që Brikena do të bie dakord që të jetë pjesë e një feste në familjen e Mateos, derisa gjërat do të thënë nuk janë zyrtarizuar. Tani nga ato që unë e di, Brikena nuk shkon as te shtëpia e prindërve të Mateos, sepse do të thënë akoma nuk ka asnjë gjë konkrete. Akoma çifti është në një lidhje dashurie. Dhe për këtë gjë, Brikena ka folë shumë bukur. Brikena do të thënë ka folë për marrëdhënien, Brikena ka thënë që kam gjetur një djalë që është i mrekullueshëm, një djalë që unë e dua me shpirt, por të gjitha gjërat do t'i lëm në moment. Unë mendoj që janë të kota të gjitha këto hamencime që bëhen, të gjitha këto komente që shkruhen, të gjitha këto ofendime që adresohen kundër drejt Brikenës, pse nuk e ka nxjerrë në story Kunatën, pse nuk ka qenë në ditëlindjen e Kunatës, derisa ato të dy akoma nuk e kanë zyrtarizuar si gjë me familjen. Ju do të thoni që Tiron kjo që thua ti është gabim, por unë them që është e drejtë, sepse në fund të ditës respekti ndaj familjarëve duhet bërë dhe mua më pëlqejnë rregullat që Brikena ka si vajzë dhe kultura që ajo ka trashëguar nga familja e saj, që gjërat në jetë, të cilat i ka shumë të rëndësishme, një herë t'i ndan me familjen e ngushtë, një herë t'i ndan me prindërit e saj dhe pastaj të kalon përtej saj, do të thënë të kalon tek njerëzit. Unë e quaj shumë normale, e quaj shumë okay dhe thjesht do të thënë mendoj që është dakord që Brikena të mos të jetë në këtë ditëlindje të Caseyt, nga që mendoj që është një ditëlindje ku ka të ftuar shumë familjar, ka të ftuar shumë miq, ka të ftuar shumë dashamirë të kësaj familjes dhe është më se normale që derisa gjërat nuk janë zyrtarizuar, Brikena të mos të jetë. Tani nga ana tjetër, unë e di që Brikena privatisht ja ka uruar Caseyt ditëlindjen, e di që raporti mes Caseyt edhe Brikenës është jashtëzakonisht i bukur, e di që marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e ngrohtë, do me thënë të dy palët kanë një marrëdhënie harmonikisht shumë të lumtur. Brikena e takon Caseyn personalisht, e takon Mateon, do me thënë kanë super respekt për njëri tjetrin. Tani ai ka bërë Brikena dhuratë Caseyt me patjetër që i ka bërë dhuratë dhe unë mendoj që kur të vijë gjithë ai momenti që Brikena ta zyrtarizon këtë gjën me një hap më të madh, mendoj që do të dalin edhe fotografitë me familjen dhe me gjithçka tjetër. Brikena, për mendimin tim, me aq sa unë kam arritur ta njoh, do me thënë Brikena e ka dëshmuar edhe në Big Brother që është vajzë tradicionale që ka ca teke të bukura që në fakt vetëm ajo dihet i bën, dihet të respekton një grua më në moshë, dihet të respekton një vajzë më të re se ajo, do me thënë ka këtë kulturën dhe mendoj unë që Mateo dhe Brikena në këtë drejtimin janë shumë mirë bashkë, janë shumë të lumtur bashkë dhe më pëlqen raporti që e kanë, sepse po të mos kishte Brikena marrëdhënie të mirë me Mateon, po të mos kishte gjë, Brikena nuk rinte në Kosovë, por do kishte ikur në Itali te familja e saj, por unë mendoj që Brikena është duke ndenjur në Kosovë që të jetë sa më afër Mateos dhe që të kalojë sa më shumë kohë bashkë, edhe pse unë e di që në fakt çifti është duke kaluar jashtëzakonisht kohë shumë të bukur bashkë. Kjo ishte analiza ime rreth kësaj ditëlindje dhe rreth arsyes pse Brikena nuk ka qenë pjesë e kësaj feste.